kërkohet kompromis. Këtë gjuhë nuk e di ku funksionon këtë gjuhë. A keni marrë të histori edhe nëse merrni për takim me kryeministrin Kurti, ministrin në detyrë tashmë, a do të shkoni në takim pas e dim që keni refuzuar një pjesë? Deputeti Kurti. Edhe deputeti. Jo, edhe deputeti. Shkon në qeveria. Me qenë se qeveri do të ketë pa penale për këtë gjë. A keni bërë sepse Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetë deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër është ndaluar me kushtetutë, ka që thjesht është këtë çështje. Tani, ne edhe një herë po themi, qëndrimet tona janë bukur të qarta dhe janë të pandryshueshme. Por LDK është njëra prej 15-16 partive që ka Parlamenti i Kosovës. Le të gjejnë gjithë përbashkët të tjerat dhe ky pozicioni juni është i qartë, është një kontribim demokratik të demokracisë Kosovës. Jo patjetër duhet të bëjmë bashkë 120 veta për një çështje. Mjafton 61. Unë po të kisha 48 deputet, sot do ta kisha edhe kryetarin të vendit, edhe qeverinë. Por s'do ta bëja duke i sharë tjerë, e duke kërcënuar tjerë, e duke i shantazhuar tjerë. Politika është art i diskutimit, është bindje, është parim, është njerëzore fundja ditës. Ju faleminderit shumë.